Përshëndetje shikues të radio televizionit 21, përshëndetje shikues të emisionit Një Kafë Mlavin. Jemi në Dëshan, jemi tek shtëpia alpine, duke realizuar emisionin Një Kafë Mlavin. Jam bashkë me ekipin e radio televizionit 21, ekipin e emisionit Një Kafë Mlavin. Urojmë se një natë bukur dhe të veçantë do ta kemi edhe sonte. Duni falenderim për pas shtëpiave alpine. Duni falenderim shumë të madh për mikpritjen edhe Banana Split për ndryshe, restorani i cili gjendet në Dëshan, i cili është në gjatë gjithë kohës ka qenë shërbim tonen, me dreka, mëngjeze, darka. Por duke mos harruar, një falenderim shumë të madh për ata cilët fakt i kam gjithmonë afër vetes. Unë erdha drejt këtu, faleminderit Aria Petrolli që është pjesë e imja. Ju e dini që Aria Petrolli është e vetmja dhe më e reja në Republikën e Kosovës. E di që ndaleni, furnizoni me karburant, i përdoni restoranet, por edhe marketin. Pastaj ju të cilët pak po vini, po shkoni drejt vendindjes juaj, po shkoni drejt vendit ku jetoni ju, bashkë me Prishtina tiketin. Faleminderit shumë sepse mbi gjitha ja vlen komoditet, rati, cilësi ka edhe në aeroplanat e GP Aviation. Por e bukur është se kafen e aromës Pavin Kafe e kam edhe këtu me veti. Sonte një natë e bukur, kryetari Ramosaj është sonte bashkë pjesë e imja, pastaj pjesën e dytë Naim Abazi Mirje Braha dhe Lokomoni, bashkë jem me Taulantin, bashkë me Lumin. Diçka e bukur. Okej, po shkoj, po takona bashkë me kryetarin, edhe pastaj vim edhe ndalemi të zjarmi, flasim shumë çka bashkë me të, për këtë pjesë këtu, për Dëshanin përgjithësi. Nata është shumë e bukur edhe veçantë. Unë jam thëmë, veç qëndroni bashkë me ne. Thojnë zakonisht që kur bjen shi është me bereqet. Më duket se me bereqet kemi ardhur sot në Dëshanin e bukur. Kënaqësi se me zotin Ramosaj jam tani këto momente, po afrohemi drejt villave alpine ku jemi të vendosur edhe ne si ekip emisionit Një Kafë Mlavin. Zotin Ramosaj, faleminderit për mikpritjen, faleminderit për gjithçka. Shumë faleminderit, na ke bënë një ndër tepër të madhe që të ka shkumendja me ardhur, po ashtu një falenderim për ty që ardhe je përkushtuar që me bëni emision për këtë pjesë të Dëshanit që është një farë lloj dashnie për ne. Për cilën jemi përkushtuar shumë edhe kem bërë shumë punë që me pas këtë lloj standardi. Mu po më vjen që mirë që jemi bashkë edhe sonte kemi menduar shumë çka bashkë, qoftë këtu ku jemi para zjarit, apo edhe qoftë në brendi, domethënë këtij ambienti që kemi kriju sonte për me qenë bashkë me shikuesit. Dispozicion tuaj. Kur jemi bashkë tek flaka këtu, ku jemi bashkë tek kjo flakë, jo rastisht e kam dhënë sonte, për shkak që ky vend ku jemi këtu, ku janë vendosur, domethënë ku është krejt ky qendra rinore bashkë me gjithë këtë mrekulli,
Dhe më thonë, kjo ka qenë hi e shkërëm e kallë në gjithë shka prej ati vakti. Polemika të shumëta, po mbi gjitha, unë po të përgëzoj sepse mbi gjitha ky vend i rinive ka qenë gjithmonë. Shumë përmbrejt, është vërtet ajo që e thu, që në fakt Krejt Deçani ka qenë në të njëjtën gjendje, nuk ka pas pse me dallu edhe ky vend. Ku përtej që ka qenë i djegu në i shkatrum, po ashtu në një kohë kështrua në një vatër ku njerëz kanë hudhë në veturinat. Dhe kur kemi thonë që ka me konë një qendër rinore, një koloni artistëve, një pishinë olimpike, kur kanë me qenë këto villat, që thjesht mbrenda konceptit janë mi shërby institucioneve, organizatave qeveritare, mediume ndryshme, për tema që janë seminare, takime pune, punëtori ndryshme, të cilat i shërbejnë në maturimit shoqërisë. Ka qenë e pabesueshme për shumë njerëz në atë kohë, që ka me u bo kjo punë, mirë po kur je i përkushtuar, kur je i sinqert me vetveten s'pari, dhe me kolegët, atëherë gjithçka është e mundshme, edhe kur punon gjithçka mrihet. Kryetar, çka i bën Deçanit? Që nuk i lëshon mandatet. Nuk e di, ndoshta duhet me pas disa virtyte familjare, duhet me pas një të kalume, duhet me respektu njerëz, duhet me kuptu njerëz në hallet e tyre, në dertet e tyre. Duhet me jap prioritet disa gjëra dhe duhet me pas një vizion të qartë dhe synime të qarta për KPD-n në shku ky qytet. Dhe thuja ti tani jeta ime, prej si kam qenë gjimnazist deri në sot ka qenë në shërbim e këtyre kauzave, ndoshta dikur jo aq i maturum, ma vonë i maturum deri dikon mandej punat shtin me qartësu edhe ecjen, edhe me i trajtu ma me seriozitet nevojat edhe synimet KPD-n me shku ky qytet, edhe KPD-n me dalë. Jetojmë në një zonë në përgjithësi, por në Deçanin veçantisht që ka shumë potencial, ka shumë resurse. Zoti ka jep gjithçka këtij vendi dhe pse duhet ne me menu me jetu në një vend tjetër. Edhe sot është të nërshme kur ne përballemi me faktin që ndoshta s'kemi mujt brezit të ri me i kriju shprehjes motiv, me i besu këtij vendi. Me u martu të funit, ta duhet me thotë thjesht, me u martu, me kriju familjet, me rrit fëmijën këtu, me një standard që është i pranueshëm, që është i domosdoshëm, është i nevojshëm. Pak a shumë këtë duhet këtë fokusi i zyrtarëve publik, i çfarë do lloj niveli në këtë shtet. Besa edhe i shoqërisë në tanësi që ato që Zoti të ka jap me shtin funksion, pa degradu, pa e bune vandalizëm. Unë e di se shumica e Deçanit, më thonë 90% që ka qenë jashtëzakonisht i dëmtum, i kallur, i shkatrum. Dita ditës është punu shumë, por edhe mbi gjitha infrastruktura, me të përgëzu dhe më thonë edhe për lumenjë se fakti ku ishtru urat, ki bo shumë qka dhe më thonë për qytetarët e gjithë Deçanit. Jetë u mundu dhe më thonë vazhdimisht me sjellë qka. Që ne mundëm me vlerësu sepse edhe unë ti edhe e kem përjetu një kohë dhe e kem mamenjen në të kjartë të asaj që ka ndodhur këtë vend. Në fakt, në krejt Kosovë, po në veçantin disa qytete, jetën e dashur me rind, është dashur me nis prej kur shkafit. Dhe unë i besoj shpirtit të popullit që ka një forcë, një energji që ka pas mundësi me rind jetën. Kupto me ndërtu jetën mbi gërmada, me shumë dhimbje, me njerëz që ende si kemi gjetë dhe me pas motive dhe shpresë për me ecë përpara. Dhe në ndërkohë janë disa arsye, disa çështje të cilat unë s'kam pas mundësi me shpjegu. Nuk e di a kam mundësi edhe tash me shpjegu dhe a marrë të drejtën dhe guximin sot me shpjegu, për shkak se jetojmë ende mbi disa konteste, po Deçani është dashur me shpërfaq atë zotësinë e vet përballë tjerëve, përballë qytetarëve vetë s'pari. Dhe me tregu që na jemi zot i këtij qyteti, që ne jemi njerëz që kemi jetojmë me shekuj këtë qytet. Dhe dashur me pas një rrugë, dashur me shpërfaq lumin, dashur me bu këtë çanë, dashur me bu një fshat, dashur me për bjerës të strelësit, do është shumë projekte që unë ende kom dashni për to, edhe pse një pjesë në zbatu, një pjesë ke mungesë buxhetore, nuk janë përfundu krejt. Janë gjana që të përfshin. Dhe kur të përfshin nuk mundesh me unal po e realizu. Nga njëherë kuptohem, nga njëherë nuk kuptohem. Po historia e Deçanit është një për historieve të suksesme, shumë e zëshme, por shumë e suksesme, prej vetë faktit që në këtë qytet, mbi Gërmada ka rifillu jeta dhe jemi dikon 27 vite tash përbohen mas lufte që
po ecim me një ritëm nga njëherë më të shpejt, nga njëherë më të kadalt, po kine parasysh s'ka pas rrymë këtë qytet, s'ka pas ujësjellës, nuk ka pas ndërtesa publike, shkolla, spitale, nuk ka pas infrastrukturë kur fare hiç. Do është me ecë kështu. Normal kërkesat e njerëzve janë më të mëdha, mundësitë tonë më të vogla, po ngadal edhe ky qytet po bëhet ashtu siç po dëshirojmë. E di që ne do të hyjmë edhe në rëndi domethënë të këtuit edhe do të flasim shumë çka për planet, për gjithë shkapin. Por po më intereson edhe një pyetje sa jemi tek flaka këto. Ke ndonjë histori tënde personale që nuk e ke nda ndonjëherë? Po ka shumë histori që ndoshta si kom nda kur me publikun. Që nga njerë edhe nuk bine në mend cilën duhet me nda, për cilën është koha për me nda. Ne I takojmë një brezë që modestia na ka karakterizuar. Nuk kem pas kur të drejtën, nuk e kem marrë guximin kur me rrejt gjoksin për diçka që kemi bërë. Thjesht jemi rritë mbi disa parime, bëne mos u kthem as me kërku produktin edhe duar trokitjen. Në farë mënyrë kemi marrë si borxh. Dhe thuj atë edhe jeta po shkon me ty na përfundu në këtë farë koncepti, dhe unë jam shumë krenar me këtë brez që nuk ka rrejt gjoks për punë që I ka bërë. Domethënë, nuk ka ndonjë rrethim që e dëm me nda. Përnes me bonë me tregu një rrethim, më që mes për një rrethimi tjetër. Po ta shohim ndërkohë, nëse. Okej, hajde po futemi në brendi domethënë, edhe uroj që kemi me kalu edhe në bashkë mirë. Jemi në mbrendi të villave alpine, u rahatum, prap du mundal të kjo mrekulli. Është një prej historive të suksesshme në Deçan. Është një projekt I cili ka fillu në vitin 2019, kur kem fillu me qenë rinore, mandej nai që tojnë popullit puna nxjerrë një punë, mirë po ka qenë një koncept I sakt, I komplet kësaj qendre që ne e quajmë kolonia artistëve, për cilën jemi përkushtuar shumë, për cilën jemi tepër lumtur që kemi mri me pas një ofertë s'paku, që Komuna Deçanit me pas një ofertë ku I bën sidhje edhe rinisë, edhe kulturës, edhe sportit. Po ashtu një adresë ku bëhet adresë për institucionet qofshin qeveritare, jo qeveritare, për mekanizma institucionale, profesionale që vinë me marrë një seminar, një punë të ri, që shkojnë drejt maturimit shoqërisë tonë në aspektin profesional. Dhe ajo që na ka bëu me umburë është që në këtë vend I cili nuk ka pas një mosbesim ndaj këtij vendi. Për shkak se shumë njerëz na kanë thonë, na kanë dyshuar mos jemi të çmendur në një vend që s'ka ekzistuar, që ka qenë krimbeturinat e shtetit koncentruar me këto, edhe ku po don ti me bë, mandej ka qenë një kontest për pronësinë, ku jo pronësia dosh me njek shumë procedurat të asamblesë, procedura po ashtu të ministrisë edhe të nivelit qeveritar. Dhe kjo është bën në kuadër të 22 projekte të cilat ne me sistem kemi realizu për shkak me shpërfaqë Deçanin. Me tregu jo vetëm njerëzve të këtij rajoni ose të këtij shteti dhe qytetarëve tonë, po edhe më larg. Edhe më larg që Deçani ja vlen me vizitu dhe Deçani është një prej vendeve që nuk duhet me u paragjyku dhe me u gjyku. Në këtë kuadër ne kem projektu dikon 22 projekte të cilat ka qenë tepër zor për me shty. Të fillu prej rrugës e cila është bo me 4 kursi që tash po jemi në prag përfundimit prej Strelësit e deri në fshatin, në hyrjet fshatit për Lep. Në kamet pa u bo qendra qytetit, kemi vazhdu me rrugën e Deçan-Plau, kemi themelu fshatin Bellani, fshati I cili është ndër fshatrat e parë në këtë rajon, mirë po që e ka pas fatin të shkatrimit, gjenocidit, të zhdukjes komplet atij vendbanimi, dhe ne kem kriju kushtet që mu kthy ata banorë për cilët janë falënderues pse janë kthyr trojtë veta, kanë kriju agroturizma, I kanë ripërtri kullat. Kem themelu fshatin Pleqe, kem vendos antenë varve, kemi çu rrymë në 2 drejtime, kem arrit në shtemi komuna e vetme që kem arrit në vitin 2023 pas insistimit dhe vjeçar një punë që është vështirë me spjegu dikujt në farë punën në kontinuitet e panalshme që me arrit një qëllim cila e balanson interesin qytetarëve në raport me Parku Nacional, duke përfshirë qytetin e Deçanit dhe interesat e këtij shteti në ligjin mbi planin hapësinor të parku, ku tashmë jemi pronar të 750 hektarëve tokë që kemi lënë si zona zhvillimore dhe po besoj që me aktivitin ne kemi me pas 2 plan projektet e para detale
urbanistike për këtë zona që dojmë i shfrytëzu, deri për rrugën për Bjestrelësit, ndërtimin e lumit, ndërtimin e shëndetores, e një mori projektës që kanë shpërfaqë dëçanin për ballë tjerëve dhe e kanë ndru një farkursi të inferioritetin ndaj neve. Po. Për shkak se ne po harrojmë ndonjëherë jemi produkt edhe i debateve ndryshme. Në këtë rast, për mos me qujtë debate, ndoshta edhe koncesione ndryshme për më ndërtu si shtet. Qoftë edhe për lirin, qoftë edhe për shpalljen pavarësisë, edhe tjerët na monitorojnë, si do që tjetë. Nga njerë harrojmë që brezi i diplomatëve, i aty në liderve botëror që dikur na kanë përkrahur, nuk ekzistojnë më, nuk janë funksione më, një pjesë besa dhe kanë rrujet. Edhe ne duhet me amush menën e tjerëve, që ne jemi të jesë për para, që jemi të kriju një farë standarde, që jemi tamam të qytetërum, civilizum. Kjo është pjesa më e zërshme, ndoshta e thash edhe më herët që në një shtet ku ka rind jeta, në disa shtete ku ka rind jeta prej Korshkafit, që është me u vlerësu kjo farë pjesë për shpirtin e këtij populli, edhe detyrë pashtu edhe imja sekretarë dhe kolegëve të mi që punojnë bashkë, edhe krejt institucioneve që me bo ma shumë, më përkushtu ma shumë që kjo banë me jetës edhe ma përpara. Në këtë kontest, kjo qendër i ka 4-5 funksione esenciale. Prej këtu në bujtina ku është në ofertë që dëçani përtej atyre që ka tradicionale organizimeve, qoftë dita gështenjes, qoftë shkëndezur mbi shkërcen, qoftë dita shlerimit, qoftë shpallja pavarësisë, qoftë panajiri veror, qoftë ditët e diasporës, kur ftojmë grupe të artistëve, grupe të estradës, grupe ndryshme të musafirëve, me pas një vend ku mundesh me sistemu për me fjetë. Njëkohësisht kur bëjmë debate ose punëtori ose simpoziume shkencore të çfarëdo lloj kategorie, me pas një vend ku njerëz mundën me flet, pra janë bujtina që janë në shërbim në funksion publik, edhe të qëllimit publik. Në ndërkohë është qendra rinore e cila ka funksionin e vet, ku është pjesë edhe ansambli, është edhe drejtoria për rini, kulturë dhe sport, është edhe drejtoria për trashëgimi kulturore që është një sektor krejt i veçantë i ndam, dhe kemi bibliotekën e shtetit në koloninë e artistëve, kemi një restoran që ka me promovu gastronomin ose ushqimet tradicionale, tashmë po jemi në përfundim të botimit një libri ku nana tona, gratë që janë më të vjetra, kanë me na tregu ose janë përmbledh ato se është gatuni ushqime e cila ka mu përkthy në 3-4 gjuhë tjera, dhe hymja e kësaj kolonie të artistëve do të shërbej si dyqani suvenirëve që i prodhon këtë qytet. Edhe pashtu edhe produkteve që i prodhon në njërësit vogla ku ti mundesh me loni vizitkarët, ku njerëz se pëlqejnë mundën me porosit, pashtu është edhe si lloj zyre që jep informacion për qytetin. Duke e pasur bibliotekën edhe 3 salla tjera shtesë, edhe mos harroj me thonë që ne jemi pronarë të 160 të dishka piktura që jemi pronarë komuna jonë, për shkak se po bëhet viti 8 që ne i bojmë ofertë, i bojmë ftesë krejt artistëve të trojeve shqiptare, ku qëndrojnë për 7 ditë në Deçan, dhe mas 7 ditë bëhet një uri, kjo uri e ka për detyrë me zgjedh nga një pikturë prej krejt këtyre artistëve që kalojnë në fondin e komunës, që nesër mas nesër dikush kish me i qitë në një ankand, me kriju ndaj fondacion për ndaj qëllim humanitar, për ndaj ndihmë që ja kishin bërë dikujt, edhe për ndaj dhuratë, pse jo, që komuna kjo shmujt me nda dikujt për ndaj meritë të veçantë. Në ndërkohë po shkojmë drejt përfundimit të pistës të pishinës gjysmë olimpike, ku janë edhe 2 sallat fitnessit dhe pashtu edhe në restoran. Ky projekt është projekt i gjallë që nuk përfundon këtu. Vazhdon edhe matutje. Ideja ka qenë që me integru qytetin me bjeshkët, ku kemi ndërtu edhe një fshat që është gati krejt në kufi, që është edhe maj bukur se kë, që edhe po shkon drejt përfundimit. Fatkeqësisht nuk ka mujt me një funksion, për shkak se ende se kemi marrë një leje për mu kysh në Rrym, ku është ty përfundu edhe ranqi, edhe zipline, është podrumi i Venaris, është shtëpi alpine me 18 doma si tip hoteli, është qendra për punimet me 9 seksione, dhe ka produkte tjera, janë domët produkte tjera turistike, të cilat kishin
me aktivizu qytetarën e këtij vendi që më marrë me përpunimin, me punimin, edhe të tokës, edhe blegtorisë, edhe mbledhjes frutave, edhe maturimin e tyre, paketimin e tyre, sepse unë besoj që është shumë e rëndësishme në rast se ne kemi aftësinë për me prodhu spaku për vete, për turizëm, dhe për mosafirë që i ftojmë këtu. Pak a shumë kjo është ai koncepti mbi cilin ndërtu kjo qendër. Është punu gjithçka poshtë për toke. Ja ke nis me fillu domethënë të kjo pjesja malore. Është edhe pse i stari hikingut edhe vet? Ke qenë gjithmonë star? Tash më kanë zavendësu të tjerë, në fakt ndoshta kam qenë ndër të parë që kam bu bjeshkatari, alpinizëm, mirë po me moshën dhe që është hupaj interesimi, hirë në disa dinamika tjera, dhe ko pas kohë mu mashtrojnë, kur më qesim në hiking, marrin me veti sa hadi se po shkojmë dhe aty nuk e me ecë, se të nëshë hadi se po dorim dhe aty, shpesh e kum po vetën, të përmundu një maje, ma nejna i thojnë ani rritë të shqetu se na po këthejem, e të s'ki qare po këthy. Po kove të funit kjo ka ndohë, se të mos Ramushe ma ka bu me hile 2-3 herë, ka herë dhe këta shok tjera din hadi se deq aty, të nëshë në gjallët e fa ndjenje se të e ki dikun të fjetun edhe të kapaj për emocioni për me shku. Ajo që i gëzona faktit është që Deçani, në Deçan, edhe në këtë rajon, përgjësi, të përfshi, Stogun, Pejen, Junikun, e deri në Qakov, eksistojnë 2 produkte që janë edhe të nivelit ndërkombëtar, që njëri është tepër interesant që është Via Dinarika, cila ka hyrjen në komunën e Deçanit dhe jam i lumtur që e kem konektu këtë shteg me qendrën e qytetit. Mirë po që ende metet për me bo punë që me rrumllaksu këtë farloj suksesi. Ka shumë byrokraci, ka shumë mungesë buxhetore, që me u trajtu ma mirë, ma me dignitet, që qytetarët e këtij veni është mirë me jetu me një standard. Ekonomi tona familjarë duhet me pas një standard ekonomik me qëtë pasunin që Zoti ja ka kriju këtij veni. Kjo është kërkesë shumë e thjeshtë. Dhe këta duhet me mirë kuptu, edhe ata që vendosin ligje, rregulla në këtë vend, edhe ata që merren me byrokracinë e këtij vend. Edhe me Ramushën, kur emisioni Pavarësisë vish ka shku prej Deçanit, prej këtij ambienti këtu ku jemi, edhe me të e diskutuam pak a shumë domethënë për Park Nacional. Kosova në vitin 2019 e ka shpall me ligj Park Nacional, Bjeshtë e Nemuna. Gabimi është bo që nuk është bo një llogari interesi shembull qytetarëve të komunës e Stogut, interesi qytetarëve të komunës Pejës, interesi qytetarëve të komunës Deçanit, të Junikut e pashtu të Gjakovës. Dhe kur është fuqizu në 2013 e deri me sot, ne ende nuk kem nëj normativ ligjore, e cila kish me trajtu, kish me jep kaje zhvillimore këtij vendi. Dhe unë nuk kam pas si me qenë pro këtij parku nacionali, cili nuk kanë derivu në rregullore, në akt major se sa ligji, i cili kish pas me harmonizu. Dhe unë besoj e shpresoj që edhe mekanizmat institucionale, edhe Instituti Planifikimit, edhe Ministria e Ambientit, edhe Parlamenti i Republikës Kosovës, duhet me pas parasysh fondi zhvillimor të këtyre qyteteve. Dhe duhet me ditë cili sektor është më i rëndësishëm për këto qytete, cili derivon gjeneron mjete më shpejt, cili jep mundësi zhvillimit më shpejt. Paramenoti e ki shumë afër këtu, i ki 2-3 bjeshtë cilat kanë potencialet tepër të mëdha të skitarisë. Edhe ne nuk e kem pas idenë, nuk e kem pas mundësinë, përkundrazi jemi sanksionu që mos me ndërtu këtu pista, mos me shurrym këtu pista, mos me hap rrugë për këtu pista, mos me pas antenë e cila transmeton varg në këto hapësina. Edhe në anën tjetër kem pas plot gojnë për me fuqizu blegtorinë, bujqësinë, dhe kjo është një zinxhir i cili është i shkputën, nuk mundesh kështu. E deri te biomasa, që jam tepër i lumtur që këtë vit kemi filluar me trajtu 3 projekte, të cilat janë kontrata të nënshkruara për biomasë, sepse Deçani ka tepër mundësi se ndoshta për 20 vite të ardhshme, si mas ekspertizë, si mas modje që në bu, që me biomasë me jep energji edhe ngroje krejt qytetarëve të komunës Deçanit, pa pas nevojë me blej biomasë. Këto përballë ku jemi, kemi kriju vjetë një pilot projekt ku kemi bu pastrim lëgshtojës,
pretendimi jam është që 870 hektar gështen, që është ky brezi prej Strelësit dhe deri te Vukshi, me qenë të pastrume, ku druni i gështenjes trajtohet, mbrohet, ruhet, duke krahasit këto shkurrët që janë për atë që jazojnë frymën, nga njerë krijojnë smundje. Dhe ka shumë është temë qash komplekse, temë për cilën nuk di me unal të i folë, për shkak se e në gjo mirë, në gjo plom për plom, këto bjeshke ditë cilat janë potencialet, cilat janë resurset, cilat janë mundësit e majet këtëre bjeshve, dhe pse ne duhet mos me shfrytëzu. Po se na nuk kemi deti. Po, jo nuk kemi deti, po na kemi bjeshke, kemi natyrën. Jo, po është diçka dhe ma e të mërshme që me thonë të funit o lep. Nërse referohem Agjencioni Statistika të Republikës Kosovës. Janë ty na ikë deri në 20.000 qytetarë të ri për këtij vendi mrena viti, që i bjen gati një qytet e gjysë sa Deçani. Ndoshta këto nuk e njejmë sepse dikush ik prej atij shteti, prej asaj lagje, prej atij fshati, prej atij lokaliteti. Mirë, po janë 20.000 njerëz të ri që dalin prej këtij shteti, që pretendojnë me ndërtu jetën në një vend tjetër, sepse te nuk ju kërkoj mundësi me ndërtu jetën në këtë vend. Atë ne kemi fare obligimi edhe për trashëgimin tonë, edhe për rrugën e zërshme, për rrugën e vështirë që kemë kalu, edhe për një farë obligimi edhe prej paraardhësve tonë që me dash këtë vend ma shumë, ju përkushtu, ju destinu ma shumë që me kriju kushte në këtë vend. Edhe ne do të me dash këta që e kemë, do të me dash tonën, jo me lakmu të hujen. Kryetar, çush janë raportet me komunën e Pejës, komunën e Gjakovës? Zakonisht ne kemë raportet mira. Se që, nështë kritë kove të fundit të shprish këtë balans, po, me thonë sinqerisht, dhe kjo mundet më duke edhe absurd, po, në takimet që kemi pas deri para disa kohë, ne nuk e kemi ditë cili kryetar, cili subjekt politik, i takon, sepse s'ka qenë kur temë debati kjo. Edhe ne kemi përfarsur qytetarët, kur je kryetar për komunet ti përfarson qytetarët, interesat e atyre qytetarëve, pavarësisht cilat janë bindje politike tyre, besa dhe cilat janë ato ndarët që thojnë jo është të kësaj etni, të funi janë qytetarë, një komunet, një territor administrativ, që kanë kërkesa që të duhet me i trajtua që... Dhe janë raportet janë të mira, kemi bashkëpunim ko pas ko, takohem ko pas ko për interesat që i kemë përbashta, që ofshin ato administrative, ligjore, që ofshin edhe buxhetore, që duhet me diskutur. Shpesh herë jemi qëllu në njëtën anë përballë qeverive, jo vetëm qeverisë tash, po edhe kur ka qenë kryeministri zoti Haradinaj, edhe kur ka qenë kryeministri zoti Hoti, edhe në këtë kohë të funit ne kemi interesa për qytetarët tonë kundrejt qeverisë, ka buxhet pak më shumë, që i ka do vendime që ne duhet me u nështru, janë raportet e mira. Normal me Ardianin e kam edhe kolegë nga aspekti politike partijak, edhe na bjen ma shpesh me u taku, jo vetëm takime zyrtare në kuadër të kryetarët komuna, po edhe në takime tjera që janë zakonshme. Kur jemi në këtë vend këtu, kur jemi dhe po e realizojmë misionin, unë e di që prej këtij vend këtu ka qenë një vend ku janë mbledh këtë rinia ish Jugosllavisë në atë vakt me tonë, kanë ardhë në këtë pjesë këtu, ma poshtë se na ku jemi këtu është spitali që ka qenë njëri ndër spitalet mrekullie e këtij vendi, e këtij shteti. Pastaj tu e marr parasysh se është pjesa e blegtorisë atje e bletave, që më thonë që është pjesë e manastirit nëse nuk gaboj sot. Kështu që e di që shumë çka manastiri pak a shumë ju ka kufizu në disa aspekte. Që lab, po e marrë të drejten me thonë diçka për herë të parë që nuk e kam thonë publik në herë, edhe nuk e kam thonë para medium në herë. E asë në organ ma kolegjal. Nështë ta kem diskutu në suazat ngoshta me nëj bashkëpunëtor eventualisht mirë, po që nuk është e ditu në për qofë për këforin, qofë për diplomacin, qofë për zyrët diplomatike në këtë vend. Ofër këtu ku jemi, jo ma largë se 20 metra për këtu, është një rrethoj e cila e rrethon pasurinë më të madhe që ka Kosova, që është bukuria më e madhe, potenciali më i madh që ka Kosova, që është pushimorja e fëmijëve. Ndoshta
vitin e kalum për herë të parë kam pas një tendencë ma publike, që me diskutu tërheqjen e trupave të këforit nga kjo pjesë. Dhe unë nuk kam me unal, dhe kam me konë i përditshëm në këtë kërkesë, dhe në këtë angazhim, këforit nuk ja ka prish gjumin kur kush në të qenë. Dhe ekziston një farloj absurdi në këtë vend. I farloj absurde që ti nuk mundesh me mohu punën tonë. Edhe duhet me thonë zëshëm ato që me nënë, duhet me thonë zëshëm e duhet me kundërshtu ato me cilë nuk pajtohesh. Kretë këtë investim që bu, kretë këtë përkushtim, kretë kjo punë që është bu. Ne kemi ja përnësi sektorit të turizmit, është një ndër sektorit ma të rëndësishme për neve. Dhe përmeno nëse ti nuk e ke jetu dëqanin në herë, në momentin kur kalon në drejtim të manastirit, që manastiri pa tjetër që është pasunia ma e madhe e këtij vendi, për shkak të kulturës, trashëgimisë, fesë, artefakte, arkitekturës, produkteve që i bën. Është në UNESCO të funit, edhe kur don me kalun këtë pjesë, nëse ke hyrë për herë të parë, ty ka me të kujtu zona e luftës, në vendi rrezikshëm, që të funit në memot e atyne që nuk janë banorët këtij vendi, kanë me konsideru që ky vend pas ka rrezik diçka, pas ka rrezik ndërfetar, pas ka ekstremitetet ndryshme, të kur zonë e luftës, nuk është vend i sigurt, dhe pse duhet dikush me investu me shpërfaqë dëqanin në këtë mënyrë. Dhe ne jemi mundu me shumë përkushtim, me tepër përkushtim, me tepër seriozitet, që me i tregu edhe manastirit, edhe ndërkombëtarëve, edhe këforit, edhe ambasadave që qytetarët e dëqanit i kanë vetëm dy rrugë. Rruga është koncepti i zhvillimit ekonomik, edhe me qenë njerëz paqësorë, që me jetu paqësisht. Ne jemi lodhë me dhunë, ne nuk jemi ata që i bojmë dhunë dikuj, sepse kem përjetu në lëkurën tonë. Kritë që jem ka dojmë që fëmija janë me hongër bukë ma mirë, me urrit ma qetë, dhe të pas një standard. Dhe kjo pamje është bëhet mërshme. Kështu që ka me qenë një për detyrave të mia, me prioritet lartë, që në çdo debat, me këndo qoftë, ndërkombëtar e kombëtar, që me kërku tërheqjen e trupave të këforit. Nga kjo dhe me u zbatu ndoshta modeli që është në Patriarkanën e Pesë, ku është mjaftueshme policia e Republikës Kosovës me qëndru në atë pjesë për shkak që ndoshta me krijuar psiqikën që ky vend është i sigurt. Dhe pushimorja fëmijëve të funit me u destinu ati qëllimi për cilin është kriju, ku ne kishim shti fëmijët e këtij vendi me qenë konkurrent, besa i kishte asociuar në vetë, i kishte abilitu, i kishte shtime me qenë garë me vetë, qoftë për sport, qoftë për lëndë ndryshme shkencore, po ashtu lëndë të përgjithshme, shkenca edhe eksakte, pse jo, ku normal kish me ngritat interesimin. Dhe gjithçka i shkon ma mirë, që duku një brez të jetu bashkë dhe une nuk është që nuk ja u kom thonë, po në Deçan nuk është qytet ku ndodhin incidente, as ndëretnike, as ndërfetare. Anashkalu këtë incidentin e fundit që për mu nuk është shumë interesant, sepse në ora në asë njerëz të pit, të pa regull, që shka mundu me ndodhë, dhe bjen është të natyrshme nështë të nëherë me bukë kësi incidentëve, të cilat unë nuk e prekroj dhe nuk kam asë që me diskutu për to. Thjesht, e theme të drejtë, në këtë vend, ku jemi në tani, nuk ka pas vetëm qytetar ose nxënës ose njerëz që në atë kohë kanë qenë nga ex-Jugoslavia, mirë, por që ka pas njerëz edhe nga shtetet, edhe nga vendet të ndryshme, e përfshi edhe shtetas Amerikanë, që kanë kalu pushimet me këtë pushimore si të mi, me ato kapacitet dhe kontratet që në atë kohë kanë egzistu. Këtu sipër ka qëndru hoteli, i cili ka qenë hotelet ma madhështore në Kosovë, ma poshtë është stacioni bletarisë, në fakt ka qenë në projektume si kamping e lorave olimpike, për shkak se e kemi në tragedi në këtë qytet, nëse munda me quajtë tragedi, ku ju ka shkurtu esja për para. Edhe sot Komitetet Olimpike Ndërkombëtare kanë një normë që duhet 10 vjet përpara me pas informatë një shtet më përgadit me infrastrukturë për më majtë loret olimpike,
Unë për Kamosha e mojnë mend që Sarajevën 84. Pa. Në vitin 74, kjo olimpiadë është projektu më majtë në Bjeshkën e Belegut. Pa. Epicendra ka qenë Bjeshka e Belegut. Bjeshka Belegut. Dhe prej vitit 74 ekziston një kontratë për 2 institutet të Zagrebit, Institutin për Urbanizëm dhe Planifikim dhe Institutin për Ekonomi dhe Infrastrukturë, që 2 institutet marrë me renomi jo vetëm të ish Jugosllavisë, po edhe ma gjanë në Evropë, e cilat e kanë trajtu dhe kanë hartu një dokument për pistën e skijimit në Bjeshkë të Belegut, ku është integruar edhe me Shqipnin, edhe me Malin e Zi, po flasim për Trekufirin, dhe krejt në fond edhe financohet ky projekt. Dhe në vitin 78 bie poshtë për shkak se për politikat të kohës, e sidomos për shtetin e Serbisë ka qenë e papranueshme, mendohen në një zhvillim në zonën kufitare mes Shqipnisë, Kosovës dhe Malit Zi, dhe këto janë politikat ma fashiste të kohës, për shkak se qëllimi, pretendimi kryesor ka qenë shpërngulja e shqiptarëve nga Mali Zi, e cila në rast se e përcjellim historikisht në këtë kohë ka ndodhur, paramendon sikur të kesh ekzistuar rruga Deçanplavë. Komunikimi është përgjithësor në Deçanplavë. Me infrastrukturë rrugosh. Gjysore, domethënë me zhvillimi kish me qenë krejt ma ndryshe. Dhe tendencat këtu kanë qenë tepër fashiste. Mund vje këtë që në vitin 2026 e ndës kem mujt me realizu këtë onër, po unë nuk kam me hek dorë, e nuk kam me guzu as kur kush mas meje me hek dorë, që i thot vetit qytetar Deçanit, po realizu këtë objektiva. Kryetar, mu po më vjen mirë që i ndam disa minuta dhe i ndam disa momente të bukura bashkë për shikuesit e emisionit, e di për me folë për Deçanin, ndërsa na duhen orë të tëra me qëndru së bashku. Pyetja e fundit është. Tigri i Deçanit. Pak me këtë kështu. Se di, nështë ta kom spjeguar në emision tjetër, nuk jam i sigurt, po çdo general, çdo breze ka pas nga një epitet. Ma të zëshëm kanë qenë këta që kanë qujt generata, kanë qujt një tjetërin tigër, dhe ka sësu si fjallë pak ma interesant, dhe o shku të u shpërnda. Për me ka pas, çdo generate ka pas një epitet vetin. Edhe që brezi që ka shpik epitetin tigër, kë ka qenë maj suksesme. Maj suksesme, dhe me thonë, I kam Deçanit? I kam lu tjerë. Jo, nuk esha thonë me bo këtë krasim, më nga njerë mjetë që adin dikush, nuk e dija ka me të mira, ka me të kesh, o ku je tigër, adin të qështë. Pak e... Po që mi bo. Kryetar, besoj që edhe kafja ke e mirë bashkë. Shumë faleminderit, unë t'jam mirë njas, lep nështë ta kom... Gjithmonë kam insistu, kam pas një prej dëshirat mija ka qenë që mediat me qenë sa ma shumë prezente në për komuna. Jemi dëshmitarë të kohës ku shumë emisione, shumë dokumentare, shumë gjana dhe jablejnë këtë në mediumet tona, nga njerë janë këtë fare, dhe unë ju kisha inkuraju që mos me unalë, jo vetëm me Deçanin, po edhe me komuna tjera, me qytetet tjera, me i pa këtu potenciale, me shpërfarë, sepse dikon kanë me ndërgjësu, shpesher ne kemi edhe njerëz që vinë në institucione publike me mandate të tyre që nuk e kanë parasysh fondet zhvillimor të këtyre qyteteve, këtyre komunave. Dhe kur vjen të ne vendimi nuk e kanë ndaj ndjesi se si me vendos për ta, sepse nuk e nje, nuk e din. Jo jam tepër mirënjohës edhe shpresoj që takimet këtij lloji jo vetëm me mua, po edhe me qytetarë tjerë Deçanit edhe me aktorë tjerë të Deçanit me ndodhë sa ma shumë. Unë e kom po bazën. Unë e kom po bazën, kështu që edhe gjatë pranverës, kështu që patjetër unë do të jem, domethënë, bashkë me emisionet e Një Kafe me Labin, ku në fakt kam shumë njerëz, ka shumë artista, ka shumë, domethënë, që kanë japë kur të kontribut pikërisht në këtë pjesë këtu, po besa kam më mundu mi si edhe ata për Prishtinës, si që janë sonte me njerën basteje, e kam Lokin si përpasues i Deçanit, po më njëre bashkë me Lokun është edhe Miria me Naimin që janë një çift i dashur shumë për rrafshën e Dugajit. Janë model. Kështu që unë po të falenderoj edhe po të uroj gjithë atë mira. Shëndet. Faleminderit shumë kryetar. Shumë faleminderit kryetar. Faleminderit.
Ishim bashkë me marketing, po duhet edhe një herë një falënderim shumë të madh për gjithë ata cilët fakt janë mbështetësit kryesor reklamojnë produkte dhe biznesin tek një kafe Mlabin. Faleminderit Pavinit për aromën e kafes që ma jep, kudo që jam bashkë me ta. Faleminderit Prishtina Tiketit që unë udhtoni edhe ju shqiptar kudo nëpër botë bashkë me ta, e dini biletat më të mira dhe më të lira ka. E ju sidomos që udhtoni për toke, mos harani, tankshtelën më të mirë në sheher edhe në vend e keni Arja Petrolin. Ja vlen të ndaleni në pikën e Arjas edhe pse është e vetmja për momentin, por ka një cilësi të mrekullueshme. Mbi gjitha mundeni edhe me shiju specialitetin në restoranet që cilat janë, por edhe më furnizu tek marketi për post karburantit cilësor. Jemi tek shtëpiat alpine, unë thash që pjesën e dytë emisionit është kënaqësi e madhe, sepse pranë vetës i kam miq të mit, po e di edhe miq t'juj dashur. Bashkë me Taulantin dhe me Lumin, është kënaqësi. Miri Braha, Naima Bazi, Ljo Komoni, faleminderit shumë që kam pjesë të misionit. Faleminderit shumë, respekt, ishte kënaqësi edhe nga ana jonë kur e morëm ftesën ishte kënaqësi, na ka marrë malli, s'jemi pa moti. Nuk kemi pa moti edhe me një arsye, domethënë në Lokin e di që është i këtij vendi këtu edhe e di se sa shpesh e viziton Deçanin, unë e di sa përjetimet e sa kujtimet e sa nostalgjin domethënë edhe ju dyt e keni për këtë vend këtu, për shkak që ju jeni dashur për mbar shqiptarin, po sidomos kjo pjesa e Rafshit Dukaçinit, Miki edhe Naim, ju kanë vlerësuar dhe ju kanë dashur shumë. Dhe vazhdojnë të na duan. Po, edhe vazhdojnë, patjetër. Respekti ndërcjell, po kemi kujtime shumë të bukura, sidomos në fillet tona të para të karrierës, tash po flas në shumës, sepse dyqysh si bashkë kemi fillu karrierën bashkë me Naimin. Edhe mbaj mend që kemi mbajtur shumë koncerte në Shtëpinë e Kulturës, në Qendrën e Kulturës. Edhe publiku si gjithmonë entuziast dhe ka qenë fenomenal dhe vazhdon të jetë po ashtu. Edhe po koncerte shumë të bukura, po kemi edhe meç që ka shumë e bukura, kemi shumë meç në Deçan. Bravo. Njerëz të mirë. Naim? Në realitet, gjithmonë bashk, po unë kam këndu për një vit të ri këtu në hotelin që është, e pas kanë fut në Antelja këta poshtë, këta kojshit. Po. është quajt Visokit e Gjan, në vitin e ri 84-85. Atëherë s'jemi njoftë. Po, s'jemi njoftë. Përvoja e parë, për të kënduar në një event, në një mbrëmje, sa atër organizoshin pritit e vitit rine për të gjithë qytetet në hotelet që ishin. Dhe Deçani kishte atë hotel, një përvoj nga më të bukurat, po dhe të parat. Po s'dija i kom dit një edhe të konkret, që ato i kom kënu. Edhe notën e parë, edhe notën e parë. Lok, është kënaqësi domethënë me kon tigër i Deçanit. Faleminderit shumë për ftesën, po spari dhe juroj mirësallje si një orë në Deçan. Tash shpresoj të kalojmë çaste të bukura sonte, lab faleminderit shumë për ftesën. Unë e di që e bukur është kur do në Deçani, kur do në pjesa jote, domethënë kur do në vendlindja jote, pastaj edhe e di që dashnin e madhe dhe merr edhe pitë të tjerëve. Po mbështetja është shumë e domosdoshme prej vendit ku je dhe ku shumë e vërtetë. Dhe kjo është arma kryesore edhe që do të më përdor një artist, vendin e vet spari. Kur të bën vendin tënd me dashur, pastaj është shumë lehtë me depërtu tjetër ka. Kur sa harroj, këngën e parë kam bë me Ramadan Krasniqin, me Damin. Edhe atë këngë ka shkru Valion Biba, cilën e përshëndes. Më pa thonë Valionit, tha që je pa përvoj, tha hera parë, konga parë, tha shki fillu, meru tha me Deçan mas pari. Po në vendin, toni e me dasht, toni tha del në Peje, del në Gjakove, shkojnë për Klinën, del në Prishtinën të ana unë. Edhe ku më guhet, më ka dalë shumë mirë. Pra ta jam mirënjohës shumë. Do më thonë ti kur e fillon këngën, jalla mor bilbilo, që po kënë Deçan. Që po të shpejtë jo këta. S'vom ka morë mali, veç personin tanë, për vetë syzezës të përpjekne, aji do që morin. Wow! Që e duhet, që ta e duhet, e momente që shka. Po du, para prakisht, domethënë, para se që filloj edhe unë me ato përgatitit e mija, që cilat fakti kam edhe për juve, kisha dasht nëse keni ndonjë refem. Ndonjë refem sepse kom bot dorës këtë sezonin e rejtë emisioneve, ku së cili për musafirve ndonë diçka, ndonjë kujtim, ndonjë refem, domethënë që nuk e ka thonë ndonjë herë, ose ndonjë gjë motivuese që është që na duhet për gjeneratat e reja.
O, fol Naim, bre. Fol Naim. Kështu si rëfim për gjeneratat e reja, në realitet të gjithi kanë vështërsit e para të hyrjes në një branshë që donë. Për o marrim shembull në botën e këngës, në vitin unë isha nxënës i shkollës së mesme dhe këndoja në shkollën e mesme dhe më thonin të gjithë si duket ju dukej që po këndoj bukur. Edhe kishin aty të vetmin ndoshta, ajo kishte edhe të tjerë, kishte, po më thonin po këndon bukur e kështu dhe shkova në Radio Prishtinë dhe atëherë ishte shumë e vështirë për të depërtuar, vërtet duhej që të këndoje bukur, ishte me patjetër një lloj ta quaj jurie vlerësuese apo një lloj komisioni ku kishte tekst shkruese, mbi të gjitha kishte kompozitore, kishte dhe i këndova 2 këngë të Shoqëria Lushit, këngëtarit madh shkodran, dhe me 2 shoqe shkuam aty. Mihria i ka njoft ma vonë ato shoqet. Ato skaluan. Edhe unë mendova që s'kalova, se thanë ja u qesi me emnin të dera atje, edhe kur dola ju thashtin e lere, ma këta farë komunistash, kështune. Një dit, prej ditës, vinë në shkollën e mesme të mjekësis, 2 burra shumë të mëdhej të artit e të muzikës, Akil Koci edhe Mehdi Bajri. Dhe kur vinë aty, i thonë, ata kanë pas një punë me shkollën e mesme të mjekësis, po i thonë drejtoreshës, Nurie Rozhajës, "Morën një nxënës si ju i ka këndu shumë bukur e kështu dhe ajo thot, Naimi do të me qenë." Edhe më thrasin. Kur i pashun ata 2, Mehdi Bajri veç kishë qenë atë komisionin vlerësues. E thamë, po pse s'ke arti? I thash, mendova që po bëni shaka, ja u qesi me emnin të dera dhe kështu në... Dhe për mu lidh prap me Deçanin, nuk është rrëfimi mi u bo, as me qajt, as me... Në realitet, në ato paraqitjet mia të vogla, i ka pa Mirsad Nimani, që është fiksi Deçanit, dhe me një shok tjetër, shef Qeti Bërdemen, edhe ata kanë ardhur, më kanë kërku dhe më kanë thonë, pse s'po vjen Bajram Cur? Edhe shkova në Bajram Cur dhe kështu filloi karriera ime muzikore. Kur gjë nuk ka dhëmshme, veç ka një diçka që mirë është mos monal. Edhe dhëmshmja vjen ma vonë. E ma vonë, okej, e ma vonë. Miki? Po, përderisa Naimi po fliste për vete, une po e kujtoja një moment shumë interesant që nuk e kom thonë asnjëherë. Në fillet e mia të para, si gjimnaziste e Mitrovicës, ku marrë pjesë për herë të parë në festivalin Kosovarja Këndan. Dhe me që festivali mbahej në Ferizaj, akomodimi i garuseve, i pjesëmarrësve ka qenë në hotel në Brezovic. Mitrovica njihej si qytet me ajrin më të ndotur në Evropë. Unë isha mësu në tymin e Mitrovicës dhe kur shkova në Brezovicë më hupi zone. Në menzi që hina në finale, po i pak shaka, do me thonë hyra në finale, por aty nuk ka bu une me qëndru ma shumë se 24 orë, se për një me më hupi zone. Edhe në finale dola e këndova vish një strofë. Edhe visha me kalzu që në finale jam, edhe s'dil këzoni ma, u kry. Unë shpesh herë i ngutë si të më Amo kjo nuk më kanal, kur? jo. Veç trishtim, veç në Brezovic ma kur. Nuk e shku kur mo? Kom shku edhe një herë edhe ma kur. Okej. Unë zakonisht dhe më thonë edhe këto emisione që kam fillu edhe kam realizu para prakisht dhe i realizova në rrugovë. Edhe përshë gjithë të më përshë dhëzëni këta të rëshinës që i shkysha me veti, ja përshë dhëzëni kjere të lehni ka u spuat, pak se t'ju të të nojnë, që po më rëzohën pi u bjen të lekë dhe më Po, kjo është e vërtet. Po, seriozisht. Ajo oksigen Po se jemi mësu dhe i rrallë i pastër. Mas 24 orëve, une jom konë pazo. Do më ta nuk më isha me folë, se lima me knu. Kërë që dhëtë me pas kujtet. Me ajrin, tash në të orë dhe më mirë. A fix, në realitet, tashme që jemi në Deçanë dhe po flasim për Deçanën, këngëtarët e Deçanit kanë qenë në vazhdimësi, këngëtarë nga më të mirë, dhe vërtet këta këndojnë pjesa Dugaxhinit, sidomos Deçanit, qiellëzore, zë i lartë. Më se në Prishtinë, ty ja pikë spahi javëri,
Po më do na pak allot dërvishashe. Si djesh, këta man djesh. Mare krizi të pi, oh me duhi, kjo tash si dhe qanë lijës të doni. Zemat no. Ja, s'po ta prishi. Loki, ndonjë refem me nda? Po, unë si fëmijë, si nxënës, po edhe në shkollë, edhe në gjimnaz, të të qanë, s'kon qenë fort tipi artit e i kulturë se jemi konë ma ndryshe, jemi konë, për shembull, më gjytë prej kati dytë ka herë, më gjytë ma shumë futboll, dhe a kupton të tipa ma ndrysh. Edhe... Që kjo, ta më përshtat ka me tigrën. Edhe ka qenë profesori ndërum Cur Lushaj, profesori muzikë në gjimnaz, edhe na boni një grup neve me shku me kënu në kërë. Edhe kishim himnin e flamurit. Shkova, me zërë mërë mu, se e dike se si jam fort, si isha fort jurë, bur. Edhe ne qëja aty me nëgjizu. Ne ishim mas, edhe ka qenë me shpinë ka na. Edhe janë njësë në rrëdhë, flamurit, mu më shkaj sa kezi keqë. Veç e ka këthuj dorën kështu hisë, veç bazë, po dhe më ka kapë ta jashtë se si jetë ati për muzikë. E tëni e kum taku pastaj, kur fillu me muzikë, edhe jetë sa bukur mirë në ato sa ku mujtë, pastaj tha kum gabu, tha, se je për muzikë. E përshëndes gazarmë, që kjo në ashtë, nuk është ku me ditë, po... Jo, sa këzim është Jo, është kogja... Edhe sa këzim tu këndu. Kogja spis, edhe një mesazh për gjeneratat e reja. Mos Mos shkoni me sa këz... Me këndu. Po se mundet me përfundu në recesso spiriforme edhe në gurfateni. Okej, edhe Doktore! Në termin e doktorit. Në imi më nefë në termin e doktorit. Kur të kapin ata qili pupa, thejke Sabri Fizullahu, në ajo dashuria e parë, profesionale, jo nëse dashuri kështu. Shihela, unë në gjarjet vërtet të shumëta edhe vështërsi, mos harroni, në gjarje të dhimbshme mund ta tregoj, jo, krejt, se kam diçka të veçantë, por është e dhimbshme në vetvete fakti që ne përgatitemi me mbajt një koncert në Pej dhe vim, janë shi 3.000 bileta, do më thanë vetëm skena mbetet pa njerëz të gjithullur, dhe këndojmë këngëtarët, policia serbe rrah njerëz atje. I merë e i rrah. Dhe një moment përfundon edhe me këngëtar. Bile merë Sinan Vlasaliun, thjesht prej skenës. Pa, edhe në cilën jashtë. Dhe jashtë dhe e rrahin. Shkon Armendi me nëzirë. I thojnë se dhe ti na dosh këtu në. Kurse unë edhe Miria ishim me radhë me kënu pastaj. Dhe kur ndodh për një këngë të lehtë. Prit me të rejtë. Po, të prit me të rejtë. Dhe kur ndodh për një këngë të lehtë, sepse Sinani duke të ka kënu një sëtrimi për Gürbet, kash, nuk ka qenë një këngë diçka nga të smuse nej. Kurse unë e kisha në radhë, pastaj sa kisha dalë me këngën vjeni letër nga Kosova. Unë është me marrë me men. Edhe organizatori dhe naj, mos dil, se kanë me na my ty edhe neve. Kjo vërtet shumë e randë. Ose kur ti mundosh me mbajt jetën koncertale, edhe nuk ke qare pa i përkthy tekstet. Edhe pastaj bëhen edhe shaka të ndryshme. I ndjeri Neziri Strefi, baba i Norës, në një koncert në Macedoni, e përkthen tekstin edhe si speaker, sepse është urdhër, ose për ndryshe përfundonin burge, nuk mahat koncerti, e gjitha këto, edhe Isuf Gjelili Harusha e Malit. Edhe e përkthen, Isuf Gjelili shumë s'ki med vet. Sërbishta e idjen, sigur, damon Arush Mali, në kështu më gjëra tragikomike. Po, se nuk dalin ta mund që është tek ne, për shkak. Absolutisht. Vështërsit, unë isha student në fakultet mjekësi, se isha student me pretendime, me kështu, dhe mbahaj një turne në krejt Kosovën, një turne i yjeve të kohës, dhe e këndoja këngën Moj Kosova, jone bukuro, dhe është një pjesë aty, kur thët dola, more dola, e syri i kufitarit, kjo këngë ishte nga Shqipëria mëm.
syri i kufitarit, edhe ajo e vriste, edhe unë mundohem me bo pak edhe më shqiptare, kështu thamë, syri shqiptarit. Dhe bëhet problem. Shkrujnë gazetat e Beogradit. Dhe shkrujnë Shqiponjat fluturojnë nga mikrofoni. Dhe thot, na ima bazi, në vend se me thonë syri i kufitarit, thet syri shqiptarit për me ngacmu shqiptarit. Dhe më thonë, ka qenë shumë e vështirë me kalu krejto barjera. Për juve janë të gjitha gjëra të reja, po se jeni mosha më të reja, po shumë të vështira. Dhe logaritën e besoni si kur uku në përqen, është dasht me kalu në përkrejt këto vështirë. Përmend, për të generata të reja, unë për e thëmë për herën e partë, më thonë se e din kjo pjesë, sidomos pjesa e jeme, pjesa e Rashit Dugagjinit, se unë kam qenë para luftës valtar bashkë me motrën. Edhe unë e di sa vështirësi ka qenë dhe më thonë, mi vesh teshat komtare, edhe me hyni dasëme, sidomos dasëme të shqiptarëve të Amerikës që ishin. Edhe timzash u dufke mu vesh, edhe zotë sa herë këna ike, sa herë këna pështu, kështu që edhe unë pak i kom përjetu dhe më thonë ato ndjeni atje. E përmende letrën prej Kosovës, cili jeni ma mirë prej syve kështu, dhe më thonë, cili jeni ma mirë kur me lexu edhe libra edhe me shpalose, me lexu letra, cili jeni? Për momentin unë. Për momentin? Po. Okej. Unë e shoh me lexu ma mirë. Po, krymeri. Po. E hongra diçka. Diçka e hongra. Hajde, Meri, e nisja me një. Hajde, Pret, Meri, jo, nisja. gatë është kjo. Gast. Hajde, dush. Të dashur, mami dhe babi, sot duat ju them disa fjalë që më dalin drejt për drejt nga zemra. Ju falenderoj për gjithçka që më keni dhënë ndër vite, për edukimin, për vlera, për këshillat dhe për pranin tuaj të pandërprer në jetën time. Ju keni qenë gjithmonë mbështetja ime më e fortë në çdo vendim dhe në çdo hap që kam hedhur. Ajo që e bën shtëpinë tonë të veçantë është harmonia, energjia pozitive që sillni çdo ditë. Edhe nëse kthehem ndonjëherë i lodhur apo me nervoz, mjafton prezenca juaj që çdo shqetësim të zhduket. Shtëpia jonë ka një qetësi dhe një ngrohtësi që të mbush zemrën. Lidhja ime me ju është aq e fortë edhe pse jetojmë në të njëjtën shtëpi, nuk mundem pa ju marrë në telefon të pakten 2-3 herë në ditë. Ha, ha, ha. Labë. Thjesht kam nevojë ta dëgjoj zërin tuaj, edhe kur e di se jeni vetëm disa hapa larg. Mami, lidhja ime me ty është e veçantë. Me ty flas si me një shoqe, për gjithçka. Nga planet për verën dhe pushimet në plazh, deri te planet e fundjavës, kur mundohemi gjithmonë të organizojmë një ikje në fshat. Bisedat me ty janë qetësi, këshill dhe buzëqeshje në të njëjtën kohë. Babi je një njeri jashtëzakonshëm, bindës dhe i mençur. Një mendim që unë e ndërtoj për 1 ose 2 javë. Ti je i aftë të ma ndryshosh brenda pak minutash vetëm me argumentet e tua. Dhe më e bukura është se zakonisht ke të drejtë. Jam shumë i lumtur që sot, në shumicën e rasteve, po arrit ju dal në krah, sepse për gjithë këto vite ju keni qenë gjithçka për mua. Shok, shoqe, vlla, motër, mami, babi, udhërrëfyes, mësues. Çdo gjë që jam sot është përfundimisht rezultat i asaj që ju më keni dhënë me aq dashuri dhe përkushtim. Jam krenar pafund që jam djali juaj. Dhe mirënjohës për gjithçka keni bërë dhe vazhdoni të bëni për mua. Ju dua dhe ju falenderoj nga zemra. Ju dua me dashuri dhe respekt plator ta unsha zemra. Menzi që i dola në fund që ka dridhna. Këto janë momentet më të bukura të jetës time kur jam afër platorit.
është e vërtet që harmoninë në shtëpi, dyqysh shumë me energji dhe me puls e mbaj une. Unë jam ajo që qëndroj më gjatë në shtëpi, këta janë që dalin krym punë dhe kthehen, unë dalje qeli derën, i përqafoj të dera, i pës shka kam bu, ja u marrë erën, aromen, do me thonë, në fëtë, në qafë. Edhe platorit, edhe naimit ma nuk diskutohet, po qka është me e bukra e krejt kësaj edhe tringës që e adhoraj. Do me thonë, dalë qona prej venit ku jam, prej lumëturis dhe knashësis që kam për familjen teme që e kam shumë qajtë. Bravo. Naim, e pritë letrën për platorit? Platori nuk quhet fort që shkruan, edhe është shumë interesant. Realisht, shkon goxha rrugës sime, është shumë praktik, i zgjidh problemet. Është realist. I realizon. Bashkëbisedojmë shpesh në këto që ka thonë është vërtet më pyet, mos me thonë çdo ditë, po njëherë në javë bisedojmë për një çështje që ka të bëjë ose me jetën tonë, ose si dukuri shoqërore. Pse ndodh kjo? Dhe unë pastaj i tham shiqo, po të mundesha me i shkru në jetë përvojat, që me t'i lanë ty të gatshme, do t'ishte shumë mirë, po s'bëhet kjo gjë. Nuk e ka bërë akoma e vështirë. Pastaj nuk dihet se me çfarë do të ballafaqohesh. Po kur të ballafaqohesh, me çka do qoftë njëherë mundohu me u qetësu, edhe me fillu me rezonu mirë dhe veç pozitivisht. Është shumë e rëndësishme me... Kështu që me shkruan rrallë, ka një absolutisht shpirt artisti, programin e vitit të ri, nëse e keni dëgjuar, realisht 90% janë krijimet, orkestrime, regjistrime të tij. Dhe unë ja shoh veç për të madhe një gjë që është shumë i talentuar. Ma për hip-hop e R&B, po për shembull një moment ka thonë s'dua dhe mirë. Këtu tash nuk ja shoh më për të madhe, thamë shumë mirë, ka vendos, vendimi i tij dhe edhe e kam mbyll. E bukur që po krijon për me platorin një letër patjetër që ti nxjerr lotët, mu gati mi nxori, po mu luftova me veten, sepse kur ka studiu në Prag, ne e përcjellnim deri në aeroport, edhe i venim syzat e zeza. Kur e kemi përcjell herën e parë, megjithatë u mbajtëm fort edhe unë edhe Naimi, sepse platori me aq entuziazëm dhe me shokët e vetë që po shkojnë me studiu në Prag, dhe me thonë, edhe na u banëm fort nga arsyeja se kemi mundësi dhe kushte me ja realizu dëshirat djalit tonë. Edhe u përmbajtë mirë në rregull. Kaluan ja 2 muaj e gjysmë dhe erdhi platori për herë të parë në pushim. Prej 10 ditësh edhe qëndroj me neve, me u qmallë bashkë edhe natën e fundit, të qysh mu duk që ja pash një latë që të që pishkon platorit, edhe erdhë mund gjetë mamit ashto që nesër po u thëmë për atje dhe mbeti të qysh në mendja aj moment, kur e kemi qu në aeroport. 8 orë kam qajtë. Kam lypë me shku në fshat, mësë më pa kërkush, në qëfar gjendje ju më konë, nuk kom mujtë më nalë deri kur ka thirë telefon mas 8 orëve që kam ri, thjesht në vendin ku banante, edhe qatë herë jam qetësu pak edhe kena pas me qajtë çlirë. Po me thonë drejtën shkova edhe une. Edhe bashkë. U bom bashkë. E tërkenona në telefon, ma jep këtë letër po se kjo dhëtë më po pa tjetër, unë ju, po e lo këtu që dhëtë me konë arkivën tu, për shkak që është hera parë që platori ka shtru edhe edhe kujtimi bukur edhe për mu në emision. A pra diçka? Me lezu miria e pas ka dorën. Vala me zi dola në fund që hala më kanë kap emocionet u dridh jam. Po labi t'i shkojnë për dore këto befasi. Una? Po. Do është vetë më mundu se. Ndrysh është emocioni jote, ndrysh është jem. Loki im, së dua të shkruaj nga zemra, sepse ndjej se fjalët e mia nuk mund ta përshkruajnë gjithë dashurinë dhe krenarin që ndjej për ty.
Çdo ditë me ty me bën të lumtur dhe çdo moment që kaloj me ty dhe me djalin ton. Më kujton se sa e veçantë është familja jon. Zemra të plësua që ditën kur erdhi djali jon, i cili më ban emrin e babushit të ndjerë nga ne. Ajo është një pjesë e babait tënd që do të jetoj gjithmonë me ne. Çdo herë që e shoh duke buzëqeshur, ndjej si të qesh dhe nga lart. Si të ishte me ne duke ndjerë kënaqërinë më të madhe që një baba mund ta ndjej. Kur më thonë se Gania i vogël i ka përngjatë gjyshe ti, ndihem shumë e lumtur, sepse babushi ishte njeriu me zemrën dhe me shpirtin më të mirë që kam njohur dhe jam e lumtur që djali më bën emër. Por edhe mamushi jonë e mira që e kemi afër për çdo gjë në jetë dhe është shumë krenar për ty në çdo hap që bën. Ajo gjithmonë ka qenë forca jote, mbështetja dhe dashuria pa kushtëzuar. Ajo të ka rritur me gjithë zemër dhe sakrificë. Dhe çdo gjë e bukur që ke bërë, çdo ëndër që ndjek është fruti i dashurisë dhe besimit të saj të pakufishëm. Lokim, ti je gjithçka për mua dhe për Ganin. Je mbështetja jon, gëzimi ynë dhe drita jon në çdo ditë. Dua që të dish se nuk je kur vetëm. Ne jemi gjithmonë këtu për ty, duke të mbështetur, duke të duar trukitur dhe duke të dashur me gjithë zemër. Çfarë do që të sjell jeta, kujto që dashuria jon për ty nuk do të ndryshoj kurrë. Dhe krenaria jon për ty është e pafund. Ti e bën familjen tonë më të fortë, më të lumtur dhe më të plotë. Dhe unë jam pafund mirënjohës që kam një njeri si ti pranë për të ndarë çdo moment të bukur dhe çdo kujtim të veçantë. Te duam shumë Ero dhe Gania. Më lëmë, faleminderit shumë. Emocione. Emocion, kujtimet bukura, fjalë pa thonuna deri sot. E vërtet, po unë jam konë shumë i lidhur me babin edhe që një vjetë të gjysë ka ndru jetë. Edhe ta mund sa ndroja jetë pak ma vonë të një lindi Gania i vogël, edhe ja kom lënë emrin e tij. Edhe unë kom emrin e gjyshit, të babës babit, famde, edhe tash po lidhet, Gania jam di Gania kështu. Po faleminderit shumë për këto emocione, po Ero, kime pati faleminderit. Që është e Vladi, se dini jo. Po jem krenar shumë edhe me Ronitën, edhe me mamin, edhe me krejt familje, me vllazën, me motra, me gjithë. Agjallare. Faleminderit shumë. Nuk ka gjë më të bukur me pas një familje të shëndosh. Nuk ka. S'ka që me që e pagun. Nuk ka të pagume, nuk ka asgjë në jetë. Po e bukura është edhe përpos familjes që është kjo pjesa tjetër, familja madhe tjetër. Familja madhe janë njerëzit që cilët fakt së të kësaj dite vazhdojnë edhe me mbajtë, më thonë, edhe këtu ku jeni në skenë, për shkak që ajo familja madhe, kjo dashnia më e madhe që e marrin për publiku, për atyre njerëzve që rrethohemi çdo ditë. Na jem përjetimet bukura, sendet bukura për një koncert, për një vend tjetër. Sa vitet kanë kalu, dhe më thonë, prej asaj kohe. Çka i kishe dash me kthy, kur e mendon shpesh herë? Kishe dash me kthy kohën e autobusave? Sa vite pa ne kaluam, sa gjëra kanë ndryshu, fusha dhe malet që na shoqruan, errësira i kam mbulu. Sa vite pa ne kaluam, sa gjëra kanë ndryshu, fusha dhe malet që na shoqruan, errësira i kam mbulu. Errësira i kam mbulu. Shemi. Lab, është gjë shumë e bukur e jashtëzakonshme, nuk ka si dashuria. Dhe është mirë më u shpresë sa më shpesh në këtë formë. Njeriu është një qenie shumë kërkuese, paqete, kështu, po ka shumë nevojë për dashuri gjithmonë. Edhe këtu se ekziston njeriu, edhe se do të ekzistoj, ka shumë nevojë për dashuri.
dhe ka shumë nevojë edhe me shpreh. Edhe është mirë të bëhesh shkaktari asaj që njerëzit ta shprehin. Edhe ta tregojnë. Ti të tregosh nënës, babait, motrës, vllait, të tjerëve, fëmijët, se sa e do, se janë kuptimi i jetës, se shpeshherë gjithë kjo energji që e ka kap njeriu përpara, nuk e lë të përjetoj mjaftueshëm emocionet e ti jetoj vetë. Çka do të doja të kthehet? Do të doja të kthehen koncertet e mëdha, po më duket që po kthehen. Po kthehen. Unë gjithmonë për thëmë një mikesha jona e përbashkët. Jehona ja nisi me kom në barë, po më duket. E para kështë filloj koncertin dhe pas Jehonës fillun koncertet njëri pas tjetrit. Kështu që e bukur, kjo po më duket që po kthehen. Po kthehen. Tash një ditë po i rrefeja njërit, për shembull kishim një koncert Mihri Ebraha me Musafir dhe besoj që është dikon edhe i regjistruar. Dhe sot ju thush dikujt se në stadiumin e Tetovës 20.000 shikus. Po, tash ti llogaritë dhe më thonë. Do të thonë, do të doja ta kthej sa më shpejt këtë. Për ndryshe, ne e kemi përjetu, do të doja si përvoja t'ua tregoj gjeneratave që po vinë mas nesh, si një diçka që vërtet syno, puno, vepro, mos u step, mos ndalo, por ka dhe plot gjëra që megjithatë, edhe po t'i ktheja, nuk do t'i bëja ndryshe. Apo ndryshe ato koncerte, dëgjoni, për shembull kemi mbajt koncert në Stamboll me 12.000 shikus. Kemi mbajt koncert në Düsseldorf me 12.000 shikus. Kemi mbajt koncert në Prishtinë me 2 herë ka 7.000 shikus. Është diçka jashtëzakonshme. Do të doja t'i kthej për me i bon siç janë mundësitë sot. Me skenografi të bukura, me piroteknik, me foni. Unë që ditëm si jemi dëgju. Shamsedin Drejta Indjeri ka vdek para një kohë, ishte nga tonistët më të mirë në Jugosllavi atëherë, dhe na përcillte në koncerte. Më duket i ka pas krejt një 3 kutia knej, 3 kutia knej. Po, tash është zhurma më e madhe dhe duhet me konë patjetër se ti befasohesh, edhe si jemi dëgju, por jemi dëgju. Këndonin sallat të gjithë me ne dhe ishte bukur. Unë e përmena me një rast më ka bo përshtypje, ka qenë bashkë në Düsseldorf dhe e shfrytëzova me që publiku ishte me duar lartë dhe rash në duart publikut. Dhe këndoja vjeni letër nga Kosova, realisht gati gjithë salla qanin edhe këndonin me mua. Edhe pastaj një Gjerman që ishte nga ato të saj salës, se quhet Philip Sale, është e madhe e kështu, më tha, po që është kjo punë me juve, tha, e shof, gjithë salla këndon me ty dhe të gjithë qajnë, a nuk është e gëzushme kjo këngë? I thash, ne jemi të pushtuar, jemi të robruar, e u mundova, mija shpigu këtë, thash, dhe këta po vuajnë bashkë me mua lirinë, këtë, e i thash se këtu flet për një djalë që vuan, vjen i letër nga Kosova, edhe hajde djalë ose të harrova, i thash, e këtu e harrojnë 2 njerëz, më të rëndësishmit në jetën e tij. Ka rrezik me harru nana, thash si harron nana, e harron për demencë, se kalojnë vitet edhe ajo humb kujtesën. Thash, edhe harron usja, edhe martohet me një tjetër, se si kthehet më. Tha interesante, film, edhe në ngjarjen nga mesjeta. Tash ti me njerë e ki argumentin, thu, a e she, është dikush që po na bën mesjet jetën neve, që meritoj më shumë e kështu. Na jemi që sa herë po e përmendim, dhe më thonë me një letër nga Kosova, hajde refrenin, bilam se. Që sa jena të e përmendim, dhe më thonë. O vjeni letër nga Kosova, o vjeni letër nga Kosova, hajde djalo, se t'harrova, o hajde djalo, se t'harrova. O m'ka harrue, nana shkrejte, o m'ka harrue, nana shkrejte, qyrë se u trete, në gurbete, o qyrë se u trete,
tash kur ju thuk gjitha sa rinie që vërtet kishin ikë, hajde shkojmë në Prishtinë, s'mundesh me marrë me mend gjithçka, ishte në... Kështu që normalisht më mungojnë koncertet, nga se neve u desh mu përshtat. Nuk është që si kemi ba, deri në vitin 2005-2006 edhe i kemi ba, po pastaj u përshtatëm me mbrami, me diskoteka, me kështu me dasma, me evente, me këto dhe pesho që po kthehen. Më bani shumë përshtypje, Alban Skenderaj, Dafina Zeqiri, Jehona, Adelina, shumë mirë, dhe tani ma herët shkurt e Fejza ishte me një koncert mjaft të madh në Pallatin e Rinis, edhe besoj që... Shkurtja, Adelina... Po, Adelina në përmena, Shëhretja, kështu. Dhe mirë, do më thonë po kthej. Haluma... Miki, qka kishe dasht me fshipi memorjes? Se na imi në veta qka kishe dasht me këty, por ti qka kishe dasht me fshipi memorjes? Në është ta vetëm periudën e luftës që atëre që ka qenë tragedi, do me thonë, tragedi jo vetëm e imja personale, po e gjithë kombët shqiptarë. Edhe atë periudë kohore tjetës tam nuk kam qep as me kujtu, as me paramendu, mu këty mrapa në ko. Bile, edhe kur ka përfundu lufta që jemi këthy të gjithë për vendet tona, në për shtëpit tona, familja ime ka jetu në pjesën veriore, vazhdon të jetaj atje. Edhe pasi ka përfundu lufta, ka vazhdu trauma për neve. Disa vite me radhë. Edhe disa vite me radhë. E kështu që nëse kisha dasht me fshin nga memoria jam, është vetëm kjo periudhë kohore. Unë kam qenë edhe në aton, kemi qenë edhe të bashko, po edhe të shtëpia. Lok, prej gjithë kolegëve cilë fakti takon sot, flasim për gjenerata, për etapat ndryshme për gjë, cilën kohë kishe dasht me përjetu? Se abdi se cili e ka, kur takohesh, ta të regoni një histori. Tash për shembull unë e di, po takona me Naime me Mirien e kujtoj kohën e autobusave, koncerteve. Jam rrimes me Danin, me Sinanin, me Afrimin, e kujtoj kohën Ulqinit. Jam me ata tjerë. Që ata me thonë çka për ty cilën kohë kishe dash me përjetu. Valla, që kohë na prej para vite 80 më thonë ashta. Prindi, familja, kam punu me biznes për asaj kohë, edhe kanë qene për det në ndryshëm, po mu, Ulqini, më bënë për shtypje shumë. Për shanë, kur kom lindën, në 10-ën, kemi qenë në Ulqin mas një muj dite. Pa. I nështë adhe si fmi, një muj qa që vodion, po, i e po matë ndjenjen e Ulqinit, shumë, si kur më konë deçan. Duke që ashtu dhe në Ulqin. E majnë men kur këtënjë të një 95-6 të një rrita pak, edhe majnë men këtë një Kesineani, Dani, ju, Afrimi, e plët tjere, majnë men si flejsha në tavolin, me prende, me familjar, e të ingu këta njerëz. Pra ta në ashta kom edhe një fari doli tjetës si në vla salun. Ashtë si në më rritë. Kështu që kishe dash me përjetu dhe me thonë me Sinanin në atë kohën e Bukurisë Ulqinit që më konë une për me shemull 2 muj dit me Sinanin dhe me Stupcat me Bekin në atë kohë. Dhe me thonë qatë periodë. Pas jufte, në Tropikan për shemull. Tropikan edhe në Bukuri. Në ora 4-5 në gjithë. Tropikan, Bukuri dhe me thonë. Tropikana dhe Bukuria dhe me thonë. Kupa e pa Tropikanën, pastaj umbyll Tropikana kalum të Bukuria. Beke qenë edhe Stupcat me Sinanin. Stupcat edhe Beka. Jena konë, dhe më thonë... E majnë me, edhe një fakt, e majnë me një kisha 5-16 vjetë, edhe veç më shku të Sineani dhe t'jo me ardhë, e vjetë Shakirin, babës të jam 5-16 vjetë si kisha në Ulqin, edhe më ardhë të Tropikana. Për vjesë. A kini fjallën për këtë këngëtaren, Pavin kafe... Arom dashurie... Kështu që e përshëndes edhe unë, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, dhe më thonë edhe Sinanin. E di që me që e kemi krejt. Dhe gjam, unë ju e dini për të mirë, po unë i kom edhe stafin, ju e dini që edhe stafin i kom pak qmendon. Edhe pyetjet e fundit se po vim minutat e fundit. Kur gjë e re nuk është. Minutat e fundit. Krisëm. Edhe tash janis të më thonë, ajpi atje të më shkruan për regjistë dhe thotë qëre, pëtë Naimin se dhëtë me shku pak të zona e nëzet. Edhe thotë pëtë Naimin, si një si mjekësis, Naimi, ama mirë eshe dashurin rini, am pleshni.
E para punës nuk jena plak hala dhe s'kena lidhje me pleqni. Arjan, Pola najmë, pola para teje. O Arjan, mos jetu minuti që ja agroni, a stritja. Dëgjo, Arjan, me gjitha të këshilë, se ti veç ke kriju një përvoj në këtë dritim. Që? Në rini e përjeton, maksimalisht. Në pleqni e rëfen. Okej. Tigrat e Deshanit, a janë tigra edhe natën? Allah i s'di që me thomë, me shta tigrat, se mu se dhe s'pelqem fort si, asi se ne miliona, pa dina të shani miliona, po qëfar tigri se, Luan Haradinaj. po, vërti. Ditën e natën e gjithë, a që me thonë, Okej. për vjetë. Miria, Po. lujma gishtin. A ki pas fjallin për Naimin? Hajt po tham po. Krejta i bëna, Po, Hajt se po tham po. Naim, a ka qenë ideja jote e klipit me Supermanin? Edhe ma qënë fotografinë që veç. Në realitet, jo, ideja ime me bo kongën, kjo është Kongë që e ka bo Armend Rëgjë. kongë që ka bo Armendi, e tekstin e kum shkru unë është të vërtet, po idejen për Supermanin krejt e ka dhënë Aida Baraku. Okej. Supermeni. Dhe me thonë në atë kohë, dhe me thonë prej arkivës, dhe me thonë 1998. A dini që Po. e kemi regjistru, e kemi incizu pastaj të Enisi në Mitrovic, në pjesën veriore ka pas Studion. studion, edhe jemi Ilir Tolaj, gitaristi, i ka ra qiftelis në atë këngë. Kanë kushtuar se kjo ndodh pas rënjes së Adem Jasharit dhe betejës edhe të Haradinajve. është montu në orë policore. Është montu në orë policore dhe kur ka përfundu montazhi, në për orë policore jemi kthy në banesën time, une, Armendi edhe Aida. Kurse Mihria atë natë nuk ka arë, në të tjera ka qenë me ne, te Jusuf Rizvanolli, se ju 21 Në Dragodan. Indjeri, që kudo ku është në këtë botë, ajo është në botën tjetër, unë me konë në studion ti me thamë i japim dorë trokitje për homazh, dhe kur kthehemi në banes, Mihria ka provu se kemi hyrë në orë policore shpejt me gatu diçka. Edhe ka gatu një pite me spanaq, dhe e kom pas kuzhinën keqenti, kështu, me usjell edhe Armendi. Sa dilte Mihria kënej, a i shkoj ka nej. Mihria vente këtu, shkon të diçka me morë, Pa qëllë ke furën. edhe viken njerës e ka dje krejt, kom në një son të kjo. Ideja ka qenë e kjo e Supermanit, kryesisht e Aidës. Aida bile i ka përgadit garderobën, pastaj përfundova në Superman, më kanë tregu luftetarët e lirista, pritej me padurime, ka bon Aimi një kongë, shkonte në radio televizionin shqiptar, me edhe tha, na e kemi fut kokën në një shtëpi që, do më thonë të vogël që ishte me agregat, me generator, edhe të e shiku, në atë moment nga godasin sërbet, tha, edhe se dim kokën ku, edhe Tahir Sinani ju thët, fillon ju bërtethet. Naimi e ka let me knu, edhe kështu, se vjetë disë Prishtinë e rrinë. Po kisha dash një falendrim se jam bashkë edhe me juve, se Besforti, Gjibizër, sidomos me falenderu për shkak se shumë sende sot i kujtojmë, dhe më thonë që i ka rujtaj në arkive dhe ka pas në arkiv, dhe më thonë edhe të kësendet e vjetra, kështu që Besfart falemderit gjithmonë që e kemi pas një bashkëpunim, edhe besa e bukur është kur ruhet krejt kjo. I kom thonë 2-3 herë kisha pas qef me të pas, po, kisha pas qef me të pas në emision një herë, me rëpy për krejt ato kohrat ato, sepse kam pas shumë qa. Po du me përmbyll krejt. Arkiva më fuqishme, unë e kam edhe mik të shpirtit edhe gjitha, Besfort, veç mu se këpot në fund se unë kam qef me pas, ham ka këthy publiku atje. Bravo, bravo. Për fund, qka po këndojmë për fund? Edhe një farmyre, mi ju falenderu edhe për gjithë shkafin, edhe për këtë natë të mrekullueshme. Unë e ndjeva për mrekulli. Masi jemi në Ramazan, po e këndojmë këngën e Bajramit. Bajramit se vjen, po. Kështu që besoj edhe uroj dhe më tonë se së fyri shpejt vjen. Po.
Pa vin kafe. Arom dashurie. A përshë që ka bo efekt Po. reklam? Reklama. Po, shumë. Reklama e mirë. Hajde, Naim. E bom në game, maestra, po? Silu, bote vjetër, ty t'ka beku për e tia, Zoti është një zbohe tjetër, e beson gjithë njerëzia. Zoti është një zbohe tjetër, e beson gjithë njerëzia. 30 ditë Ramazani, as kom honger, as kom pije, kur vjen dita e Bajrami, bashkë me labin o shkojmë gjamije. Kur vjen dita e Bajrami, bashkë me labin shkojmë gjamije. Knatësi, pata edhe e veçantë kenata bashkë me juve. Faleminderit, kënaqësia gjithmonë është e jona. Unë uroj që kalu mirë bashkë. Unë u kënaqa si gjithmonë pas ka marrë malli. Knatësi patëm edhe të veçantë natën e patëm. Vërtet. Ta bëjmë rim, me që e bonë rim. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e lumtë maestro. Shumë Komplimenta. faleminderit. Urime muaj i shajti Ramazanit. Me çdo të mirë, faleminderit shumë, kënaqësi. Naim, Miria, Lok, Taulant, Lum, faleminderit për energjinë pozitive për gjithë shkapin që ma jepet. E shikuesve pyetëm të vazhdojnë t'jenë me radio televizionin 21. Jam falenderues dhe me fatë se cilit për juve që jeni pjesë e jona. Edhe njerë pëtëm pa që të fyrë të mbarë sonte, e agjerim të letë gjatë nesërmit, takohemi javën tjetër, bashkë me gjana të bukura, gjana interesante, çdo javë po mundojmë të asjelim maksimumin e disponimit bilem javort në shtëpit e juaja. E di që të shtundën e jemi me Naimin, më nxesim prap reprizën e keni me Naimin, mbrëmjen dilën po e përfundojmë bashkë, hanën fillojnë i programin e mëngjesit me radio televizionin 21. Kështu që knatësi pa fund, faleminderit Pavinit, faleminderit Prishtina Tiketit, Aria Petrollit, faleminderit këtij kompleksi gjigante dhe të mrekullueshëm, faleminderit Dyqanit për mikpritjen, për gjithçka që e realizum. Emisionin Kafe Mlabin Banana Split, faleminderit shumë për mikpritjen, sepse mbi gjitha, gjatë gjithë kohës, ana ka arë mëngjezi, ana ka arë dreka, ana ka arë darka. Faleminderit, respekt, pa fund, po, janë shumë të mirë. Kështu që, për fund, kisha dash, është na ku shkojmë edhe tek restorani, dhe më thonë atje, edhe hajmë darka. Kështu që. Për fund kështu, Mike, po du me ta ndëgju zanin, më e bukura more. Hajde. Bravo. Faleminderit.